Më lejoni të hap mbledhjen e parë të Komitetit të Përbashkët Monitorues ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës për instrumentin për reforma dhe rritje. Kosova ishte ndër vendet e para të rajonit që kishte përmbyllur negociatat me BE-n me sukses për reformat e planit të rritjes në verën e vitit 2024. Më pas, qeveria ka miratuar agjendën e reformave pa vonesa me 9 tetor 2024. Ndërkohë që kishim vonesë në ratifikimin e marrëveshjes, fillimisht vonesat e para ishin nga zgjedhjet e rregullta të shkurtit të vitit 2021, ku 2025, ku draft marrëveshja për Huan u finalizua tek në mars të atij viti, ndërkohë që ne zgjedhjet, siç e dini, i patëm në shkurt. Pastaj blokada që shkoi në kuvend e vonoi ratifikimin, duke vonuar kështu edhe zbatimin e reformave, duke vonuar edhe këtë takim, i cili sigurisht që do duhej të mbahej më herët. Me 13 shkurt të këtij viti, kuvendi ka ratifikuar 2 marrëveshje të këtij instrumenti, marrëveshjen për instrumentin dhe marrëveshjen për Huan. Me njëherë pas kësaj, me 19 mars të këtij viti, qeveria miratoi vendimin për sistemin e zbatimit të këtij instrumenti. Më pas, me 16 prill, kemi filluar të pranojmë fondet e para të parafinancimit nga plani i rritjes në shumën prej 61.8 milion euro. Përmes këtij vendimi jam emëruar në pozitën e koordinatorit kombëtar e në të njëjtën kohë edhe në pozitën e kryenegociatorit të Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian. Kjo tregon përkushtimin tonë ndaj reformave, si dhe synimin tonë për të avancuar statusin formal të Kosovës drejt anëtarësimit në BE, përkatësisht marrjen e statusit të vendit kandidat dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Pra ne kryenegociatorin e kemi, tani na duhen vetëm hapja e negociatave. Ne kemi përcaktuar edhe kornizën institucionale për zbatimin e këtij instrumenti, ku zyra e kryeministrit si institucioni kryesor përgjegjës për integrim evropian është po ashtu institucioni kryesor koordinues, kurse Ministria e Financave ka funksionet që ndërlidhen me parakushtet për financim dhe për koordinimin e komponentit të kontrollit të brendshëm dhe të auditimit. Së treti, përmes këtij vendimi, kemi themeluar edhe strukturat koordinuese të qeverisë dhe kemi rregulluar përfaqësimin dhe përgjegjësitë tona si Kosovë në Komitetin Monitorues të Përbashkët me Bashkimin Evropian. Sipas vendimit, strukturat e qeverisë ndahen në 2 nivele, politik dhe atë teknik. Në nivelin politik kemi Këshillin Ministror për Integrim Evropian, i cili ushtron funksionin e komitetit drejtues për këtë instrument, kurse në nivel të politikave kemi Komitetin Punues për Integrim Evropian, i cili ka funksionin e komitetit zbatues për këtë instrument. Strukturat koordinuese të qeverisë janë duke funksionuar dhe përmes tyre po punojmë në mënyrë intensive për zbatimin e agjendës së reformave. Në maj kemi mbajtur takimin e parë në nivelin politik në udhëheqjen e kryeministrit, ku kemi diskutuar gjendjen e zbatimit të reformave dhe përshpejtimit të tyre, në veçanti të atyre hapave që kërkojnë miratim në kuvend, e në veçanti ato të cilat ishin të parapara në afatin e qershorit të periudhës grejs të këtij viti. Në këtë takim gjithashtu kemi diskutuar çështjet me prioritet sa u përket projekteve investuese. Ndërsa takimet e punës në nivel politik janë parapar me vendim që të jenë në baza 3 mujore. Pra, njëherë në 3 muaj do të takohemi së bashku me kryeministrin dhe ministrat për të parë zbatimin e agjendës së reformave. Dhe po punojmë në baza javore ditore me ministrat
dhe institucionet përkatëse për zbatimin e hapave të reformave. Përveç kësaj, të gjithë ministrat kanë caktuar, ministrat përgjegjës për zbatimin e planit të rritjes, kanë caktuar nga një këshilltar përgjegjës për agjendën e reformave, duke siguruar kështu vëmendjet përditshme për reformat dhe kapacitete për të lehtësuar vendimarrjen në procesin e zbatimit të tyre. Në nivel të politikave, si kërkon vendimi, kemi mbajtur 2 raunde të takimeve të mujore të Komitetit Zbatues, në prill dhe në maj, për të gjitha fushat e politikave me të gjithë institucionet dhe zyrtarët. Ndërkohë që në 2 muajt në prill dhe maj, kemi mbajtur rreth 30 takime të përbashkëta e të ndara me institucionet përkatëse në lidhje sidomos me afatin e qershorit këtij viti, ashtu që të bëjmë gjithçka që ishte e mundshme për të arritur zbatimin e hapave që lidhen me afatin e 30 qershorit, për shkak të vonesave që u patën shkaktuar në fillimin e reformave. Në këto takime, së bashku me institucionet zbatuese, kemi diskutuar vështirësisht ecuritë e zbatimit të reformave dhe sfidat në këtë drejtim. Nga këto takime është evidente se të gjitha institucionet zbatuese janë të gatshme dhe përgjithsisht të përgatitura për të marrë dhe për të zbatuar reformat. Edhe monitorimi, edhe raportimi është duke funksionuar pa vështirësi dhe institucionet zbatuese përgjithsisht kanë kapacitete për të kryer të gjitha obligimet e raportimit të brendshëm dhe raportimit të rregullt 6 mujor të Komisioni Evropian. Këtë muaj kemi mbajtur edhe takimin e parë të Komitetit Monitorues për Bashkëpunimin për Zhvillim, strukture brendshme ndërinstitucionale, ku kemi diskutuar mohëllësisht lidhur me projektet e kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor, të cilat pritet të financohen nga fondet e instrumentit për reforma dhe rritje. Ky forum do të jetë një mekanizëm i paralajmërimit të hershëm për të evidentuar sfidat gjatë zbatimit dhe për të marrë masat korrigjuese, sikurse edhe për të shfrytzuar sa më mirë mundësitë financiare nga BE-ja dhe nga partnerët e tjerë. Vonesat nga viti i kaluar në kuvend, siç e thash edhe në fillim, kanë vonu ratifikimin e marrëveshjeve si dhe zbatimin e reformave. Fatkeqësisht bllokada në kuvend vazhdojnë këtë vit duke vonuar tutje reformat e nevojshme që kryesisht janë ligje që duhet kaluar në kuvend. Si pasojë e kësaj bllokade, në fund të këtij muaji, pra në qershor, tashmë mund të rrezikohen 9 hapa në shumë prej afër 60 milion euro nga plani i rritjes. Integrimin në Bashkimin Evropian, ku plani i rritjes është mekanizëm për të përshpejtuar integrimin dhe për të rritë ekonominë, ashtu që të zvogëlohet hapësira që e kemi në convergence gap, që thuhet në këtë parafrimin me Bashkimin Evropian, është një qasje e cila kërkon gjithëpërfshirje të qeverisë dhe të shoqërisë. Secili institucion secila pjesë e shoqërisë duhet të luajë rolin që i takon për të avancuar në këtë agjendë. Sigurisht qeveria e ka rolin kryesor, por secili institucion, secila pjesë e shoqërisë duhet të luajë pjesën e vet. Ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e plotë të reformave dhe jemi mirënjohës Bashkimit Evropian për mbështetjen.